Kemë si tani të ndalemi më tej dhe para se të kalojmë tek tema e parë e diskutimit, do të njihemi së pari me një zhvillim që patyshim ka marrë dhe vëmendjen e medias së ditës sotme, që lidhet me një tjetër mbledhje të seancës që zhvillohet në gjykatën kushtetuese prej disa orësh, por të shohim nëse bëhet fjalë konkretisht vetëm për çështjen Balluku apo edhe të tjera në këtë mbledhje. Do të mësojmë në këtë çast të tjera detaje me kolegen Estiona Ekonomit, cilën e përshëndes. Estiona, fjala për ty. Ermald, përshëndes, gjyqtarët kushtetues janë mbledhur prej orës 11 dhe vazhdojnë të jenë brenda gjykatës të 8 anëtarët dhe gjithë trupra praktikisht e kësaj gjykate. Zyrtarisht nuk është konfirmuar në asnjë moment as mbledhja dhe as tema për çfarë janë mbledhur, por Report Televizion ka saktësuar se bëhet fjalë pikërisht për çështjen Balluku. Pra është dita e 15 që nga 22 janari që është bërë shqyrtimi gjyqësor dhe është mbyllur shqyrtimi gjyqësor, që gjyqtarët janë tërhequr për vendim. Dhe kjo është hera e tretë që gjyqtarët kushtetues mblidhen dhe përpiqen të dalin me një vendimarrje. 2 herë të para, mbledhjet kanë qenë shumë të shkurtra dhe gjyqtarët kanë kërkuar më shumë kohë për të një vendim. Por sot, mbledhja po vazhdon për rreth afro 6 orësh, me një pushim të shkurtër për kohën e drekës që kanë konsumuar anëtarët e gjykatës, dhe kjo na lë të kuptojmë që me gjas do të kemi një vendim për sa kohë gjyqtarët kanë filluar dhe po punojnë për këtë çështje, por siç e thash, nuk ka nga ana e gjykatës informacion zyrtar. Dhe gjë që na ngel në këtë rast është të presim për vendimin kur ai të njoftohet zyrtarisht nga gjykata dhe për t'i kujtuar publikut, kjo betejë që po zhvillohet në kushtetuese ka në njërin anë kryeministrin, i cili i ka dalë në krah zonjës Balluku, dhe në anën tjetër ka SPAK-un dhe gjykatën e posaçme. Konflikti sipas kryeministrit është i tillë që sipas zotit Rama nuk mund të lejohet një gjykatë dhe një prokurori të pezullojnë nga detyra një antar të qeverisë pa marrë më herët leje nga kuvendi. Gjë për cilën SPAK-u dhe gjykata e posaçme i kanë thënë gjykatës kushtetuese se është një masë individuale dhe tërësisht kushtetuese. Kështu që në fund të këtij vendimi do të shohim nëse Rama dhe zonja Balluku kanë të drejtë, ajo mund të qëndrojë në qeveri, apo nëse SPAK-u dhe GKK-ja kishin të drejtë dhe zonja Balluku duhet të largohet përfundimisht nga qeveria. Ndërkohë që ky vendim, nëse merret sot, zhbllokon edhe një proces tjetër në kuvend, kërkesën për arrestimin e zonjës Balluku, kërkesë që PS-ja e ka pezulluar duke thënë presim herë kushtetuesen për pezullimin e detyra e pastaj flasim për masën e arrestimit. Kështu që nëse sot dëgjojmë një vendim për zonjën Balluku, për masën e pezullimit, në fakt kjo mbledhje është shumë e rëndësishme për atë çfarë vjen më pas, për një mbledhje të Këshillit të Mandateve në kuvend, ku PS-ja do duhet të votojë në fund fare, nëse nuk nxjerr ndonjë pretekst apo një argument tjetër, do duhet të votojë pro ose kundër arrestimit të zonjës Balluku, e marrë pandeun nga SPAK-u për ndërhyrje në tendera. Qartë, Estiona, dhe një koment të fundit për të kuptuar mungesa e transparencës për shqyrtimin e objektit gjatë ditës sot, sikurse ju thatë për çështjen Balluku, po ndodh vetëm sot nga ana e gjykatës kushtetuese apo dhe në raste të tjera kur janë zhvilluar seanca nuk ka patur një, po themi, transparencë totale për median për atë çka vërtet diskutohet në mbledhje? Tashmë po kthehet në një standard të gjykatës kushtetuese mungesa e komunikimit me median dhe publikun, sidomos kur kanë të bëjnë me çështje kaq të ndjeshme si kjo. Në fakt, më herët kur ka qenë kryetaria e mëparshme Holta Zaçaj, ka patur një praktik tjetër komunikimi me një punonjës që ishte i autorizuar të informonte media dhe përmes medias dhe publikun se për çfarë çështje po shqyrtonte gjykata, ndërkohë që në këtë rast kryetaria e re, ne kemi komunikuar në mënyrë të vazhdueshme me të, ndan ta japi informacione në kohën që vendimi është marrë, pa dhënë as informacion bazik të tipit apo diskutohet sot kjo çështje. Pra, ky është një informacion i mësuar në mënyrë burimore nga ana jonë, dhe kujtojmë që është një çështje me interes të lartë publik, kjo apo herë të tjera ku ka pasur politikanë të tjerë të rëndësishëm që janë përfshirë në betejë juridike në gjykatën kushtetuese. Qartë, falenderoj shumë Estiona për këtë informacion të detajuar, ndërsa ne padyshim do të jemi në gatishmëri për të mësuar nëse do të ketë një tjera zhvillime në vijim dhe sapo të jetë mundësia të rilidhemi sërish, ndërsa do ndalemi